një qytetar më pyeti, çfarë do sillni ju që vini nga diaspora? Do sillin dinjitetin, dëshirën, seriozitetin për ta ndryshuar këtë vend. Jo duke vjedhur lekët e pensioneve të prindërve tanë, por me punë ndaj ne duam të kthejmë që me punë të ndërtoni Shqipërinë. Na keni dhënë sot një mesazh shumë të qartë. Që edhe pse përballen me goditjet e padrejta të sistemit, me baltën e padrejtë, me shpifjet e padrejta, me intrigat, traditë e sistemit, prap nuk po ndalen. Unë jam i bindur që një ditë ne do ja dalim për ta ndryshuar e për ta shëmbur këtë klasë politike që na ka vjedhur